Kjo është viti 2008, kur ka marrë pjesë Top Fest, qashtu, pa na i farë, sa i kam kry studimet, në fakt jo, kam qenë alo student, në vitin 2007 kam marrë pjesë, edhe më këthy në Bullgari, kur kam shkuj kam bo gjerimin, jo më këthy në Bullgari, me kry vitin e funit, ma në vitin 2008 finale, kur kam shku, kjo është nata e finales, e kam fitu çmimin Best New Artist, po edhe Top Festi e shtyu kongën shumë, dhe të unë e kam pas hap festivalin, kam qenë i pari, e shtyn kongën shumë, edhe ajo kongë për te i çmimit, ajo kongë u bo një hit që alo sot ma të gjoj njerës, alo sot ma kërkuj njerës, kanë kalu 18 vjetë prej asoj kongë, alo është kongë që e knojnë, e të gjojnë, e ma kërkujnë. Edhe kjo është momenti kur kam shku me marrë çmimin. A është kjo momenti kur u vullos faktikisht se shpatit do tjetë në skenë, dhe a është Top Festi dhe Tirana, po duat them ajo që ka bustirat mas shumëti. Top Festi ma ka dhonë një shtytje shumë madhe dhe Top Media, pra ndaj në me Topin e kam një relacion, që cili vazhdon tutje. Kemi një bashkëpunim dhe tash në koncertin Tiranë që pata e kanë gjiru koncertin do t'a lansojnë. Edhe ka qenë ka qenë një moment që nuk e di që shkishem pa atë shtytje, sepse në atë ko, Top Festi ka qenë festival që t'ka lansu. Tash nuk kena mu qas i loj festivale, qas shumë, që t'lanson si Top Festi. Do të tjesht e kam qu kongën, o transmitu konga, kanë qu njerë shumë ma shumë televizor se tash, ka qenë tjetër raport me televizorin, nuk ka pas, si që tash, media sociale, që shumë YouTube-is ka qenë që ka që i zgjerum. Kështu që ajo e ka bot vetën edhe konga e ka pas një element rinor, një element, nuk e di që ka klik me audiencën me njerë. Edhe unë me njëherë e më bo kështu, qështu e kom pas, së më ka njoftë kërkosh, me njerë e më bo shumë i njoftë, shumë i panë shumë, kur dilësha rrugës. Në Prishtinë bile kjo ka qenë pak e vështirë, me thonë drejtën. Për atë djallin e marshëm. Po për atë djallin e marshëm, i cili 4 vjetë kom qenë Bullgari, edhe i kom kry studimet, ka qenë Youth Krysh tash aji, kur i kry studimet, që ka po bëj tash, e më këthy në Prishtinë. Prishtina kishë ndryshu pak, njerëzit kishë ndryshu në venet, ku dilësha onës, se 4 vjetë s'kam qenë, po plus tash krejtë një fshin mu ku do gjithë shkojësha, ka qenë një moment shumë me gesht, adin, që shojnë rrugës e nuk e kam përjetu mu në qatë nivel për atë ishë dhe s'kam qenë i gatshëm me përballu dhe të thotu pa tam shenë shpir një kosis disha që shme menagju gjithat vëmendje, kuptem? Kënga ndëroj ma ka buq ato,